Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që mos mu frigu prej rrezikut se vallahi kam 3.000-4.000 rogën e vogël, çka ka thonë Allahu subhanahu wa taala nahnu narzuqukum wa iyyahum, ne një ajet tjetër thotë Allahu ne ju furnizojna juve, pastaj i furnizojna ata, në transmetim tjetër ka thonë nahnu narzuquhum wa iyyakum, ne i furnizojna njerëz fëmijët e juve, pastaj juve. Domethënë para se më ardh rreziku juve ne i furnizojna njerëz ata, pastaj ju furnizojna juve. Po edhe ju furnizojna juve dhe i furnizojna ata. Domethënë çka Islami ka nxit në të gjithë aspektet, kur e ka nxit pejgamberi sa të martohet me atë person që s'ka pas asnjë dinar, derisa i ka thonë ja Rasulullah s'kam asnjë sent, ka thonë akidën ju nos, ka thonë as unë s'kam. Domethënë çka e ka nxit, pse se Allahu subhanahu wa taala i shtron bereqetin dhe nuk e lën asnjë krijesë në rrezullin toksor pa rrezik. Subhanallahu, njëri prej dietarëve thotë kur ka qenë fëmiu në barkin e nanës, nuk ka pas furnizim përpos se e ka pas një derë, një kanal që i ka shkuar në përmes zorës nanës. E thot kur me lindjen ju kanë ndërprej ajo, ja kanë shlu Allahu subhanahu wa taala rrugë ndryshme për rrezikun. Për ata njëri prej dietarëve thot vrapojsha pas rrezikut, derisa e kuptova se nuk do të vdes, nuk do të ndel shpirti, derisa ta ha kafshatën e bukës apo kafshatën e rrezikut të fundit, nuk do të vdes. E thot u rahatova. Kur mora vesh se punën teme nuk e ban askush përpos mua, që t'jem para Allahut, domethënë dal shpëtimtar, thot i përvela krahët dhe fillova të bëj punë për mua e për rrezikun u mbështeta se rrezikun vjen mbrapa. Subhanallahu, më kalon shumë përshtypje një emision që i tregoj se zinxhirin e kafshëve se si ata furnizohen ndërmes tyre. Ndërta shumë raste ka interesante, ndoshta keni pa edhe ju në për YouTube, në për televizor, por më interesante që kam ka ardhen krokodili, pasi që i han ushqim se i ka dhëmë shumë domethënë xhana njëna me tjetrën, e keni pa pasi del pi ujtit, kur del trezitet edhe hap gojen, edhe rrit çto një kohë gjatë. Ndoshta i keni pa edhe do shpend ju hecin në për trup edhe në për gojë edhe fluturojnë. Subhanallah, krokodilat nuk kishin mundësi qatë mishin që ka ju mbet në përdhëm kur ata hajnë me pastru. Qka e hapin gojen, vika një loj shpendit, jo këtë shpend, një loj shpendit, Allah ja kishtë saktu rëskun, që me shku me ahangër ushqimin në gojtë krokodilit. Tarmikut matë matë. E qka i bëjkaj? E pastrojke, ja pastrojke këtë dhëmë, e ushqeke, normal, saj shpendi i vogël, dhe më thonën, barku i asaj është midi, asaj është e vogël. Dhe më thonën, ja pastrojke dhëmë, e krokodili e mojke gojën qelë, nuk guzojke me mshel. Pse? Se nëse e mshel krokodili, e mbit, nuk ka më shpen që ali kalbë në dhëmë të dhe vdes krokodili së në hanë më ushqim. Dhe më thonë, e qelë gojën, pastaj dhe më thonë qka hajnë, dhe më thonë në shpest, që më fund, dhe më thonë qka edhe për krokodilin është në dobi, po njëjt edhe për shpendin e Allahu ja ka caktu që të ngojt hukit me hangër, ngojt hukit me hangër dhe më thonë në rëskun. E kjo të kalzën se për rëskut nuk do të më frigu,